ta titullojmë pjesën e dytë të këtij emisioni. Në këtë pjesë të parë do të flasim për atë që është esenciale e që është mungesa e institucioneve. Para se të prezentoj panelin, më lejoni që natyrisht të ndaj disa informacione nga zhvillimet e fundit që kanë bëjnë në përpjekjen për të gjetur një emër për presidente të Republikës së Kosovës. Ajo çfarë dihet është që nuk ka pasur asnjë komunikim të drejtë për drejtë që disa ditë që nga takimi i fundit mes kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku dhe kryetarit të Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti, sot ka qenë i planifikuar potencialisht një takim mbasdite, por për shkaqe të natyrshme është anuluar dhe gjasat janë që nesër të kemi, ose pas nesër një takim të radhës mes Abdigjikut të Kurtit. Ajo çfarë deri tash dim është nuk është përmendur asnjë emër në takimet e tyre të drejtë për drejta, por palët të dyta dhe të treta të involvuara kanë përmendur një emër deri më tash që është Faton Bislimi, ish zyrtari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, lobist në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, natyrisht me një mbështetje edhe brenda vetëvendosjes, por me shumë pak mbështetje brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës. Deri më tash emrat e tjerë nuk janë përmendur, edhe me gjas nesër ose pas nesër, kurdo që të ndodhë takimi mes Kurtit e Abdigjikut, do t'i kemi hedhjen e parë të emrave nga njëra ose tjetra palë në tavolinë. Kthehemi